Një banesë është rrezikuar të shkrumbohet nga flakët në lagjen Pavarësia, pranë zonës Salbano dhe Rominës. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 9 të mëngjesit në një blok banimi mes apartamenteve dhe njësive të shumta të biznesit. Një i moshuar që jetonte i vetëm në banesë kishte haruar sobën e gatimit ndezur. Si rrjedhoi e kohës së lartë në përdorim, ajo kishte shpërthyer në flak, duke rrezikuar për hapjen e tyre më pas në balkonin e banesës, por edhe në të gjithë këtë të fundit. Ka qenë tymi që ka dalë nga dritarja e shtëpisë, ku jetonte i vetëm i moshuari, ai që ka alarmuar banorët e zonës, të cilët kanë telefonuar me njerë zjarfiksen e Vlorës. Efektivët e zjarfikses, për fatin e mirë, kanë bëritur në kohë. Ndërhyrja në kohë e zjarfikses së Vlorës ka bërë të mundur ndaljen e rrezikut nga flakët. Flakët fatmirësisht nuk janë përhapur në të gjithë banesën, pasi brenda një kohe fare të shkurtër janë vendosur në kontroll. Për shkak se ndodhej në katin e dytë të një pallati, flakët sigurisht që rrezikonin edhe banesat të tjera aty pranë, por edhe ky rrezik është evituar në kohë. Dëmet materiale janë të pakta, teksa konstatohen vetëm në një pjesë të shtëpisë. Fatmirësisht nuk ka persona të lënduar. Ky është rasti i dytë i një banese e cila është rrezikuar dhe djegur nga flakët në 48 orët e fundit, pasi kujtojmë këtu që të njëjtën në mbrëmje, pikërisht nga soba e gatimit e haruar ndezur, është krumbuar totalisht një banesë në lagjen 1 Maj. Rastet të tilla në Vlorë përgjatë vitit janë me dhjetra, ku nuk përjashtohet shkrumbimi nga zjarri i banesave, por edhe persona të lënduar. Raste me emergjente shkaktohen edhe nga bombulat e gazit, që përdoren për gatim, të cilat marrin flak ose shpërthejnë. 10 raste përgjatë vitit që lanë pas në Vlorë, por këto raste nuk janë dalur me kaq, pasi kanë vazhduar në të njëjtin ritëm edhe në muajt e këtij viti. Ndaj këshillohet më tepër kujdes dhe vëmendje në përdorim të tyre. Një sobë apo bombul gazi e haruar ndezur nga pakujdesia përkthehet më pas në djegje banese, persona të lënduar, por në disa raste edhe në viktima.